në nivel vendit. Po më intereson një gjë, nëse nuk do të ishit kryetar komune, edhe do i kishte qenë, po them, pak a shumë pjesë e gjitha këtyre zhvillimeve që nga momenti kur Zonja Osmani, sipas saj gjithmonë, nuk e mori atë që i është premtuar, pra rikandidimi për presidente, ka pas gjasë që me qenë bashkë me Zonjën Osmani sot në LDK? Ju e thatë ma eret që s'ka shansë, por po më intereson në rrethonat të tjera. Jo, për shkak se unë menoj që kam dallime tepër të mëdha me LDK-n. Dallimet me LDK-n i kam pas të mëdha edhe në vitin 2015, për shkak se në atë kohë më kujtohet në një mbledhje të Këshillit të Përgjithshëm të LDK-s, i pata numëru dikon një 8 arsye të domeve që kam i pas LDK-ja si konsekuencë për shkak se u kthym pak në histori, po 4 vite na kishim bisedu me secilin qytetar në Kosovë se si kemi vijat kuqe me PDK-n edhe si vetëm ne mundemi që PDK-n me sjell në opozitë. Edhe në vitin 2014-2015, LDK-ja në atë kohë ku unë kam bë pjesë, përfundoi me PDK-n. Unë kam qenë në mesin e pak zërave në atë kohë që e kemi kundërshtu ashpër. Ato ka qenë edhe Vjosa, në atë kohë ka qenë edhe Kujtim Shala, kam qenë unë, edhe 2-3 tjerë që për momentin nuk po më kujtohet, po e di që ka qenë një peshe e kundërshtimet e këtij koalicioni. Ai është momenti kur LDK-ja ka filluar me rëndje të lirë, me hub për krajën qytetare në nivel të vendit. Ato e ka hub primatin e mundësisë së partisë politike me ofru e vetme ose me ndonjë koalicion një alternativë qeverisë për vendit. Edhe mandej jënë thellu këto dallimet e mia me LDK-n, posaçërisht në 2019, kur LDK-ja, për çka unë njoft të kaluan,